unë kisha në sensin se të dyve u kam dëgjuar në kuptimin që sigurisht çështjeve tim u largoi një pjesë të mirë të gjyqtarëve dhe prokurorëve që ndoshta kjo ha debat të gjithë tërsinë e saj kemi thënë. Jo ndoshta ha. Vërtet debat. Jo se jemi në të shkarkuar, po. Jo, për tek kësaj. Si janë bërë vlerësime të një profesionalizmi tuaj. Tani thënë kjo, ju sigurisht keni hedhur idenë që ju në këtë historinë e gjyqësorit shqiptar, Beko dhe Karandxha jeni të dy profesionistë dhe mungesa juaj ndihet në sistemin e drejtësisë, sepse keni eksperiencën. Por tani, nëse do të marrë këtë referimin që ndihet mungesa juaj, për faktor që tham, tani çfarë ndodh nëse do hiqen këta 11 nga SPAK-u që kanë një eksperiencë, janë të trajnuar ndryshe nga një pjesë e mirë e prokurorëve, tani do vinë të trajnuar. Tani ku na shkon këtë ligji, Andi, ligj vëndsi e kam menduar këtë. Pra, duhet të kuptojmë, ky mandati 9 vjeçar nuk është një papërgjegjshmëri ose një fjalë goje ose diçka kështu që i ka shpëtuar atyre. O kupton? Është bërë një diskutim dhe është vendosur. Jo kot është lënë 9, mund të liej 5, mund të liej 15, mund të ishte ka një qëllim, ka një motiv, ka një arsye pse është bërë ajo. Dhe ajo arsye nuk është tjetërsuar, s'ka ndryshuar. Mendoj që qëndron. Do ketë prokurorë të tjerë. Gjithë prokurorët janë të zëvendësueshëm, çdo njeri është i zëvendësueshëm. Vërtet ta kanë një eksperiencë, u trajnuan disa herë, po brenda dhe jashtë vendit kanë rezultate pune. Por ligji kështu është që do të qarkullojnë të gjithë. Edhe është drejtë ajo që thotë Dumani që ka prokurorë që nuk e meritojnë të jenë aty. Po sepse janë pjesë e lidhjeve, janë pjesë e klientelizmit, më kupton? Janë pjesë e procedurës këtu po ndërpres. Unë nuk jam dakord me këtë. Kush janë këta? Se po bëjmë grupe armiqësore. Tash nëse tjetri ka probleme, nuk mund të flitet shumë bet, vjen keq. Tash unë mendoj se ti je i korruptuar, po futen burg pra. Ai nuk tha që është i korruptuar, ai tha që nuk e meriton që të jenë. Po nuk e meriton tash, atë e çmon KLP-ja, nuk e çmon Dumani. Mendoj që nuk mund të thosh për kolegun tat që je aty që jeni domethënë me një godin, mendoj unë etike nuk është. Po kaq, po flas për. Etike mund të mos jetë, po rëndësika a është e drejtë, se shumë gjëra mund të mos jenë etike, po mund të jenë të drejta. Thuhet për kolegun tat tash. Ti vini, ti vini tash vetë pa. Po, patjetër. Ti mendon se foli gabimaj, që foli kështu. Ai mund ta thotë në rreth ngushtë, po jo para parlamentit. Po nuk ka rëndësi, shiko. Ju mbani diskutimin që ta kuptojmë. Që a është i drejtë apo jo, nuk po themi para parlamentit. A është i drejtë? A ka njerëz që kanë shkuar aty pa merit se ne bashkë kemi diskutuar disa herë. Çka kohë vin tjerët? Ti ose se dakord me mendimet e tua që ke biseduar me mua, ose nuk e di se. Sepse ne e njohim procesin dhe e njohim njerëzit. Procesin po të flasësh. Ai që është i paaft, nëse është futur i paaft para mbarimit të mandatit, hikit vit tjetër. Mos është bëri paaft Karandxha gjatë rrugës për shkak të lidhjeve klienteliste që tha Beko. Atë hyn me 100% karikim si shteti. Edhe vitin e dytë takin me 33. Vetëm Dumani ka thënë edhe të tjerë dhe ai qëndron, ka arsyet e veta pse e thot, ka binje, ka siguri. Jo, është kreu, ai ka një vlerësim për gjithë secili. Ka kreu dhe i ka bërë vlerësimin secili sepse parashikon ligji për prokurorinë, edhe për prokurorinë e posaçme. E njeh punën, i bën vlerësimin e punës atyre, shikon rezultatet, ka informacion të brendshëm. Ka pafundësi gjëra që të mos zgjatemi se që Dumani të jetë me informacionin të plotë. Ka informacion absolut sepse ai shikon aktet si prodhon Andi, shikon si prodhon Bledi, shikon nivelin që ka Andi, shikon problemet që ka Bledi. E trajton në gjërësi komunikimin, veset, gjërat, bën një vlerësim pune. Mendoj që nuk mund të thua që të gjitha meritojnë në një vend, pse kanë shkuar aty. Kupton? Megjithatë, është si thua ashtu që të gjitha që u rrëzuan nga Vetiku meritojnë dhe të gjitha që kaluan e meritojnë. Hajde pastaj vendosin në karare dhe shikoj se si është vlerësimi. Por duhet të thotë diçka lidhur me tek ta vini lidhur me korrupsionin. Prokuroria pra kompetencë para ndryshimeve të ligjit për prokurorinë për hetimin e zyrtarëve të lartë ka qenë prokurori i përgjithshëm. Po, çdo prokuror i rrethi. Po. Drejtuesi i prokurorisë së përgjithshme ka pas kompetencë të luftën kundër korrupsionit. Sa raste kemi ne nga prokurorët e përgjithshëm në vite për persona, për zyrtar të lartë që mund të kemi një, duket vetëm ai ministri Praka mos ka bërë. Vetëm një ka qenë. Dikur që ka pas prokuroria përparshme. Dhe asnjë rast, asnjë zyrtar, kryetar në kryetar. Qeste politika Beko, ma thua dot? I ka qenë prokurori i përgjithshëm.
Dy raste ka mund që nëpërmjet ndikimit politikës. I ka qenë prokurori përgjithshëm që i kanë pas vet. Është rasti 21 janar që nuk janë hetuar zyrtarët e lartë, nuk janë gatuar nga ish. Pasur vetë çështjet. Po kam qenë prokurori 21 janar apo? Po? Pra dosja duhet ishte marrë përsipër nga prokurori përgjithshëm që në kohë ishte Ina Rama, e cila nuk ka bërë detyrën, fakti konstatuar nga gjykata e lartë, se po të thoshim ne thot për inat, jo, janë fakte të konstatuara nga gjykata. Dhe çështja tjetër? Dhe çështja tjetër, çështja Durrës Kukës, Rrugë Kombit. Rrugë Kombit me vlerë dëmin buxhetin e shtetit 250 milionë euro dhe kjo e nxjerr jashtë afatit po nga Ina Rama. Pra është mbajtur dosja ndori jashtë afatit, janë dy raste të cilët kanë dështuar. Do e lësh fajin prokurorit përgjithshëm apo do e lësh fajin politikës i ka fut një presion që mos të, domethënë, ku diun, mos të vendit. Unë flas, siç thot Bledi, flasim formalisht. Personi fizikisht që i ka ngel dosja në dorë është prokurori përgjithshëm. Të kishte marrë gjesa zgjodhi atë post, dili për zot vetes tate. Atëherë formalisht, duke referuar vendimeve të gjykatës lartë, mendoj që faji është i prokurorit të përgjithshëm. Dhe për shkeljen e ligjit, për shkeljen e ligjit, kjo është promovuar duke u bërë gjyqtare në KPA. Tani se ka një gjë. Domethënë, na fut tek një pyetje që sa e lehtë është që drejtësia të mposhtë politikën. Po e bënë edhe diskutime më përpara Beko, përpara se kur po vendosin mikrofonat. Sa lehtë është që drejtësia ta mposhtë politikën? Me rastin fjalë që përmena është ti shërbesh politikë është ngrijes më detyrë. Ave, ikën delit qartë. Shkatrot dy dosje që ndorë këtu vlerë e dëmit 250 milionë euro, këtu me 4 viktima, vje aty në KPA, më rregull, ka lodhë gjyqtare apeli mrapa aty, më rregull. Këtë të kishim bo edhe gabim që se pushova unë që është e kërë kisha më dorë. Ta kisha pushu dhe ishim punë. Ti se pushova se ke ndërgjegjen e lartë, prandaj se kisha nga ta. Shpallëm mos kompetencën e Blet, se siç është çështja, shpallëm tash. Edhe tash na ngelim dorë dhe një nga shkaqet e ka është shkarkim dhe është kjo dosje. Ta kisha mbajtur dorë dhe isha në rregull. Ta kisha mbajtur. Çfarë bësh shërën punë. Dhe që janë çështje të rënda. Po mirë, Spaku mund të ndodhet në të njëjtat kushte sot Karanja. Tani Spaku që nuk e çan dot politikën deri atje ku do duhet ta çaj. Spaku është investuar. Po? Ke investuar, ke lidhur një kontratë 9 vjeçare me shtetin, dosje duhet marrën. Madje shtoj, se po i kthe. Një nga problematikave të raportit të Altin Dumanit ishte edhe dosjet e vjetra. Janë shumë dosje të vjetra në dorë, 2019, 2018. Nuk ka bo vakim me drejtësinë e vjetër, një dosje të zgjaste më shumë se një vit. Se bëj analizë për çdo dosje të vjetër që të marrojnë kohë. Dhe pa i hyrë thashë edhe një prokuror duhet marrë një vendim siç e mendon. Mirë keq i pëlqen njëra spal apo tjetër. Sot dosjet mbahen me vite. Dhe e vlerëson gjykata pastaj. Po. Vlerëson gjykata. Unë nuk kërkoj prokurorët që zvarrisin dosjet sot është bë trend, është bë rregull, se as procedo fare i ma dosjet dhe ke dhe çështje penale të cilat janë parashkruar në dorë. Pra i është parashkruar prokurori në dorë dhe vazhdohet me këtë trend. Ndërkohë që duhet një analizë dhe me drejtë ka Dumani dhe është një pjesë pozitive e raportit, o dosjet e vjetra kemi shumë dhe po marrim masa ti evadojmë. Madje për vitin 2024 kishte më shumë dosjet të vjetra se sa dosjet të regjistruara të reja. Për vitin 2024 kishte pjesë e raportit. Dhe ka shumë çështje të vjetra pa hy. Këto çështje të vjetra duhet mbarojnë, sidomos ato dhe prioritare. Dhe këto duhen ndarë me dy pjesë. Ndahen me dy pjesë dosje prioritare. Çështjet prioritare ndahen dy pjesë. Çështjet me rëndësi për emergjente ose imediate, po. Por tash dosjet duhet marrë. Ke dosjet me vitet, edhe rastit zotit Berisha, po ta veshre zoti Domani në parlament tha, e kemi marrë çështjen brenda një viti nga regjistrimi i emrit. Po nuk tha kur është regjistruar çështja. Çështja e sigurt që është çështje e regjistruar para shumë vitesh. Kjo çështje e regjistruar në 2020-ën kam përshtypjen? Po regjistrua emri mas 3 vitesh edhe çon gjyq. Ndoshta është edhe pak më herë sepse ka qenë një denoncim i Taulant Ballës, më saktë një kallëzi, po nuk e mbaj mend tash ka qenë 2019-ën. Të atij është. Po sepse këtë ka qenë disa çështje, po kryesori është kallëzimi i Taulant Ballës për këtë rast. Ai domethënë kanë ndier detyrimin qytetar të bëjë kallëzim. Aman sepse Karanja pas ka një diferencë që të regjistrosh çështjen, të regjistrosh emrin janë dy gjëra të ndryshme. Po janë dy gjëra. Sepse unë mund ta regjistroj çështjen në 2017, po themi po në 2021 do fuz dhe emrin se më doli dhe ky, ë? Po. Shiko, pa debati rrotullohet tu. Fuqia e prokurorisë ndaj politikës. Ma zauro pak Beko. Nuk e zauroj dot sepse është shumë e ndikuar. Po ne do të referohemi edhe rasteve që kemi për shembull në
kemi Velie në Burg, kemi Meto në Burg, kemi të politika. Po këtu jemi të këshara që përmendi Vini. Po ne do të marrim rastet ndërkombëtare. Në të gjitha rastet që ne t'i referohemi ato që kemi parë nga praktika, po ato që janë bërë publike këto vitet e fundit dhe në këto kohë, shikom që kryesisht pasi janë rëzuar nga pushteti ose pasi kanë humbur zgjedhjet e tjera, këta persona kanë dalë para drejtësisë për akuza të ndryshme, po kryesisht baza ka qenë korrupsioni. Për këto. Sepse është vetë pozita e tillë, ndërtimi, funksionimi i shtetit është i tillë që prokuroria ka pamundur të godasi politikanin i cili është në krye të vendit. Si rregull, ai që bën ligjet është ai që është personi më i rëndësishëm. Vetë sistemi është i tillë që edhe organizatat e huaja, shtetet e huaja nuk marrin njohin shtetin, drejtuesin e shtetit sipas republikë presidenciale parlamentare, nuk njohin prokurorinë ose institucionet e tjera, sepse ky është personi përgjegjës. Edhe në Strasburg edhe kudo, përgjegjës së shteti. Edhe pra sepse ai është personi i rëndësishëm, është ai që merr vendimet, është personi që... E thënë thjesht që SPAK nuk shkon dot tek Rama, ne kemi thënë. Domethënë të pakta mund të biles nuk e dia ka precedent. Ka përgjegjësi Rama, por është një precedent tani, është në një shtet të rëndësishëm që është çuar kryeministri, por është në pushtet, por to janë raste të izoluara dhe kërkojnë demokraci si për të mirë fillt, a? Demokraci kërkojnë mbështetje, sepse nuk mundesh asi ti je një prokuror i cili paguhesh nga shteti, mbrohesh nga shteti, po edhe rrethohesh nga shteti me gardën. Kupton? Edhe paguhesh nga shteti, je pjesë e kontrollit të institucioneve të caktuara, të cilët janë zgjedhur nga shteti, siç i kemi ne këtu, edhe të godasësh shtetin. E qartë, Bejko. Tani, kam dhe disa pika këtu tek SPAK që unë do doja t'i ezauroja, kemi shumë për të folur për të çështje, por ne do përpiqemi që brenda orarit që ne kemi gjithë një emisionin të mundemi të ezaurojmë sa të mundemi, sepse ky diskutimi sot do të bëhet fjalë për nivel prokurorësh, domethënë unë ndiem pak inferior tek gjëja sepse nga pikpamje ligjore nuk i arrin dot t'i perceptojmë të gjitha, se ne kemi tjetër formime dhe po përpiqem të përshtatem me të dy ju, Karanxha dhe Bejko. Por nëse do të ndaleshim tek niveli i Dumanit, goditjet e Dumanit të cilat janë bërë gjatë këtyre 3 viteve. Dhe a do mundet dikush tjetër që do të pasojë Dumanin të vazhdoj të njëjtat nivele goditje, sepse kam parasysh 3 nivele goditjesh, 3 emra: Berishën, Veliajn dhe Meton. Sigurisht edhe një pjesë të ministrave Beqi apo kryebashkiak. Tani nuk dua që ta lidh me emrin se kush do pasojë Dumanin, por dua ta lidh me procesin, me rrjedhshmërinë e procesit, më kupton? Pra sa të lehtë do ta ketë që të mbajë në njëjtin nivel goditje. Po ta ketë shumë të vështirë, sepse tash emrat që përmendet ti janë shtërruar. Ku zauruan thua? Ata që mund të goditeshin lehtë, kupton? Të tjerët pastaj ne referohemi edhe sa thadim, për shembull dosje të vjetra të 2018-s ose po edhe dosje të reja ose dosje të cilat kanë ardhur nga partnerët. Tash çfarë hetimi do kryesh ti shumë për krimin ekonomik, kur është e ditur që krimi ekonomik është një ndër krimet më të lehta për të provuar, pasi është shumë i thjeshtë sepse autoriteti përgjegjës lë gjurmë nëpërmjet dokumentacionit. Dhe ti mjafton që të marrësh dokumentacion dhe të shikosh standardin, shkeljet, abuzimet, gjëra të cilët njerëzit i diskutojnë për ditë në për kafene dhe të shikosh që çmimet janë herë 10. Çfarë ka këtu për të hetuar më shumë? Kjo është e thjeshtë, më kupton? Për shembull është rasti i Veliajt. Po. Edhe ai nisi nga Nesti Angoni, edhe aty është bërë një hetim i shpejt. Mendoj unë se është bërë një hetim shumë i shpejt dhe shumë i gjerë, po jo vetëm aq. Po ti aty janë marrë pandehur, nuk e di, 10 veta se ndoshta gaboj. Janë total me gjithë subjektet janë 30, por subjektet me gjithë subjektet do jenë 15 subjektet juridikë. Po janë gjysma, domethënë gjysmat e njerëz. Pra, sa shumë veta edhe për çfarë akuzash, pastrim po duket veprë penale, korrupsion, disa episode, pra është bërë një punë e jashtëzakonshme. Ndërkohë që ti mund të kesh të tjera raste e një kallëzim për vjedhje, për abuzime që përfiten, pse duhet të zgjasur shumë ato. Maksimumi 6 muaj. Sekuestro dokumentacioni, një akt ekspertimi, krim ekonomik është shumë i thjeshtë, kupton? Thirrja ata zyrtarët, i pyet një herë, 2 herë, dhe pastaj mbaron punë. Siç ke vepruar me pasëm për disa funksionar të pushtetit lokal.
1 tender, 2 tender, kaq marrojnë. Pra, them ndërtimi i hetimit, mënyra e hetimit, mekanizmi i vjedhjes janë të njëjta dhe këto përfundimi do të jetë i shpejtë, do të jetë i njëjtë. Sepse mbajtja e gjatë të dorë Dumane thashë vështirë kjo punë që ne bëjmë. Më thënë e shiti si një gjë që duket kështu kur e shikon, më thënë unë që jam gazetar dhe ndoshta nuk kam formimin juridik, dhe kur them që është e vështirë, them po shumë e vështirë duhet të jetë ta hetosh. Më thënë, ne i shet Dumani neve këtë si gjë kështu kaq të vështirë se nuk është kaq e vështirë sa që bëjmë? Jo çdo rast është i gjallë tjetër. Më kupton? Por në përgjithësi, pra për shumë raste të cilat janë bërë publike, kanë ardhur materialet edhe nga jashtë, për shembull, ti përmendë Sky ECC. Po. Erdhi Sky ECC, u hapën dosjet, mbaroi me një provë, me gjysmë provë, ka pas raste të që persona të tjerë janë dënuar edhe vetëm me një telefonat ose me një SMS. Pra kështu kanë vajtur në gjyq, kanë marrë dënimet, gjykata i ka qëndruar deri në fund qëndrimit të prokurorisë edhe në shkallë më të larta të gjyqësorit. Në qartë. Faleminderit Bejko. Karanxha, si është procesi në goditjeve në vijim? Thash mos nuk do ta lidh fare me emrin, do ta lidh më tepër siç thashë, siç e bëra pyetjen e Bekos, me procesin, me lehtësinë që mund të ketë SPAK për të vijuar goditjet aty ku duhet. Tani se ne në diskutim jemi, Dumani ka pasur, edhe SPAK-u gjatë asaj periudhe ka pasur një fat shumë të madh, që ka qenë Sky ECC, është një fat shumë i madh. Tani mirë keq, tani ka ardhur prova dhe ata procedojnë gjithë autorët kryesisht për vepra të rënda, sepse kanë qenë ngjarje të vjetra siç thotë Bledi, të cilët janë zbardhur. Por unë një lëvizjen e Dumanit që e vlerësoj, domethënë s'para me lavdru, është pranimi i çështjes së bankersit. Pavarësisht se nuk ka bërë zhurmë, po ta veshë, por SPAK-u ka pranuar çështjen e bankersit. Okej. Ishte çuar 3 herë nga prokuroria e Fierit. Dhe 3 ishte kthyer nga SPAK-u. 3 herë. Dhe pranimi i çështjes së hetimit bankersit për mua është një që të pranojnë ta hetojnë është një fitore shumë e madhe. Pyetje për ta sqaruar. Përse e pranoi herën e tretë? Nëse një prokurori rrethi shpall mos kompetencë 3 herë, SPAK-u është detyruar ta pranojë apo ka ndonjë këmbgulje nga Matanuqanit Karanxha? Tani është, po ta them kuptimin. Se parashikon ligji këtë dy, do të më fal. Nuk e parashikon ligji këtë? Nuk është e shkruar. Nuk është shkruar në ligj. Tani po ta them kuptimin. Ka për madh po do të një përgjigje. Ti në fakt më fal vini, bëj një pyetje shumë të zgjuar. Si ka mundësi që e kanë çuar 3 herë? Po e bën një ekspert. Se si rregull tërgohet një herë kthehet edhe përfundon hetimi. Edhe pyetja si ka mundësi është bërë 3 herë shtyll. Është gjyq topi, është bërë shtyll. Dhe herën e tretë u bë gol. Këtu, pyetja këtu është, po pyetjen e kam unë. Herën e tretë kam idenë është gjyq topi pak me të premet është bërë shtyll gol. Dhe ç'kuptojmë dalin tek atë. Mos ka dalë portieri nga porta fare, është qelluar lehtë ose kam përshtypjen. Konkret topi është pak me të premet dhe do ta them pse. Mendoj që këtë rast ka arritur shkelja deri aty sa është ka arrit një shkallë e tillë që duhet të procedohet. Është shkallë ministri. Sepse dëmi që i shkaktuar popullit shqiptar është shumë i madh. Dhe në përfundim mbas shumë lëvizjesh u arrit që të procedohej që SPAK duhet të jetojë zyrtar të lartë. Ndoshta edhe Fieri gjeti ndonjë provë më të fortë që janë ngeci. Për t'i thënë që atyre nuk është, kjo është ngecë, është hetimi plot. Ka rezultuar që janë zyrtar të lartë të cilët janë të implikuar në çështjen e bankës. Dhe konkretisht janë në faljen e borxheve. Që janë zyrtar të lartë, janë në vazhdimin në mungesën e procedurës se ku një kompani falimenton, duhet falimentohet. Janë organet e ministrisë përkatëse janë zyrtar të lartë. Dhe akuzat që është regjistruar kjo çështje, sepse të kemi parasysh kthimi 3 herë kësaj çështje dhe prokuroria e Fierit ka qenë kushte disfavorshme. Në raport me përse thua disfavorshme? Po kur të shkthyer 3 herë tash, si do ta pranoj herën e katërt? Do shto se ke jetuar mirë zotëri, më gjej provë bindse. Më gjej një provë bindse që. Po tash ne aty ka qenë prova. Sepse borxhet janë fal 2016-2017. Po, ka qenë ministra Nila Denaj. Apo nuk e ka pa këtë flet. Kam përshtypjen, mos gabohem. Ose ndoshta se kanë pa këtë flet dosës, ndoshta nuk e kanë pa mirë. Se një gjë më bën çudi më këtu se do ta them se Beko e tha shumë mirë që në kuptimin e kësaj dhe ju po do më thënë po logjikon në mënyrë perfekte. Ka një gjurmë aty.
është një ligj ku diun ç'ke firmosur një urdhër, falen borxhet. Tani, për sa kohë këtu ke një të ministres, kjo shkon spagut. Të shkon spagut. Apo jo? Sepse nuk e ka kompetencë lëndore që ta hetoj e fiksova. E bën jurist përfundimisht. Për shkak të lëndës. Kam filluar të marr formim. Për shkak të lëndës është prokuroria e posaçme. Tash se për toksore spaku i merr shumë afirmim. Po domethënë për shkak të lëndës në kuptimin që ministri është i dyshuar. Është i dyshuar. Tjetër, po për sa kohë dyshohet që mund të ketë një vepër penale të kryer nga ministri në këtë histori, kur dyshohet duhet procedurë si për rastet për personat që dyshohet, që kanë rrezik. Arrest me burg? Ata e çmon organi procedues, ka disa masa. Por kur është një person i tillë, kur është dëm i madh, dhe ka funksion të lartë, pastaj shikohet raporti i provave, rrezikut të ikjes, rëndësia e faktit, përsëritja personalitetit. Beko ishte ironi therë se kjo po Dumani tha këtu që ka një gabim e roli Dumanit tek kjo çështje, thash domethënë ne po bëjmë dhe oponencë, shohim anët problematike dhe anët ashtu, sepse kjo është dhe mund ashtu, por pranimi i kësaj dosje është një domethënë një hap shumë para i spaut. Edhe prokuroria e çështjes do ishte mirë të ishte grup hetimor, po atë çmon drejtuesi i prokurisë ku ka raste. Edhe prokurore çështjes Anita Jeva është një prokurore me integritet moral dhe profesional. Është profesioniste. Dhe këtë konfirmoj publikisht dhe unë. Këtë çështje domethënë do ta zgjidh drejt. Vlen të theksohet thënë një herë, edhe prokuria e Fierit, drejtuesi i prokurisë Elion Mustafaj, i cili herën e katër që ka qenë një, domethënë herën e katër që shpallën mos kompetencën, që shpallën sepse duhet marrësh edhe guxim kur ke tre që sa kanë pranuar ta çosh për të katër është domethënë guxim i madh. Guxim si bit prish domethënë del dhe keq me personat pse po na çon spak se i thon ato pse na çon spak pse e ka që ashpër me ne. Prandaj edhe punë është bërë nga Fieri dhe pranimi i kësaj. Sepse është edhe drejtuesi i prokurisë që e ka pranuar dhe ka edhe short çështën e ka marrë një prokuror me integritet. Me Altin Dumanin, që Dumani e tha vetë, që unë jam Altin Dumani dhe s'mund të më ngresh të akuzë, kështu që do të thotë që jo, këtu ka qenë një prezencë si kryeprokuror. Do nuk është e lehtë çoshti topin atij të them brapë, domethënë ka guxim të rregull. Kjo çështje është e barabartë me gjithë çështjet për korrupsion të Spakut. Do gjithë ti mbledhësh bashkë me incinerator, me tendrat e atyre mjeteve kështu të spitaleve etj. Sterilizimi të gjitha me radhë. Pra, domethënë kjo është e gjitha. Kjo është çështje sepse është vjedh pasuria e kombit shqiptar dhe kjo është kryesore. Edhe çështjet e drogës. Tham, droga, trafiket, kriminalët janë dënuar me krime të rënda e do dënohen. Prioritare është pasuria e popullit shqiptar dhe e dyta, këto kanë rrezikshmëri shoqërore, sepse janë të dënueshme penalisht nga kodi penal, por për vendin tonë ne do kemi krimet prioritare. Pra, krimet prioritare janë ato që kanë vjedh pasurinë e popullit. Me qartë. Por sigurisht dhe pastrimi i parave është një problem. Edhe pastrimi i parave që cënon konkurrencën e lirë. Edhe do ta diskutojmë këtë dhe kjo është pikë e fundit që ne do diskutojmë për sa i përket Spakut, se shumë kemi folur, shumë do flasim sepse ka për të folur dhe ka goxha hapësira, sepse varen shumë gjëra. Ndoshta varet dhe ekonomia ndonjëherë nga kjo Beko, sepse edhe mund të varet se kështu përflitet. Edhe e di pse e them këtë, e them për faktin që pastrimi i parave ndoshta dhe nëse do na shkojë. Ka një analizë, më shkon euro 95 lekë. Ka një analizë që duhet bërë në fakt me kujdes dhe që e bëjnë ekspertët dhe ato që punojnë. Ky fenomen vjen nga droga apo nga korrupsioni? Është ndarë këtë Beko? Patjetër që është ndarë, sepse nuk janë gjëra të shkrira. Pra, kush po e shkatëron? Kush po i bën këto? Kush është pastrimi i produkteve? Droga apo korrupsioni? Mas i ropa këtë. Më duket shumë interesante. Nëse do në këndari, themin, në peshore. Nga anon, nga korrupsioni, para korrupsioni, cilat i injekton politika, nuk e di, administrata, edhe i fut në treg këto, apo janë euro të krimit. Nuk ka një analizë të qartë për këtë, dhe nuk është se është bërë një analizë, mendoj një studim që të dihet, por që mendoj që është shumë i rëndësishëm edhe ky korrupsion, sepse mund të jetë ndoshta një investim më i madh se sa parat e drogës. Është folur shumë për drogë, por duhet të shikojmë produktin e hetimit për drogë. Pra, produkti është pasuri, vepra penale, pasim produkteve të veprës penale. Dhe po të shikojmë sa janë sekuestruar pasuri të luajtshme, të pa luajtshme etj.
nuk na del në një fal vlerë shumë e lartë. Jo, jemi sinqert. Diku nuk e di 60 ca milion euro, nuk e mbaj mend sa referoj Dumani tash vetëm po ta gjej si shifër. Nuk e kam si shifër tani, se na merr kohë, domethënë, po nuk është ndonjë kështu. Absolutisht. Në raport me atë që dyshohet që janë 4 deri në 6 miliard euro çdo vit hedhur në tregun shqiptar në xez. Mund të jenë këto lekë të drogës? Lind pyetja. Diskutime të ndryshme që bëhen me zyra të ndryshme, publike, kështu shtetërore, private, etj. Do të shikosh që ka një perceptim që nuk besoj që janë burime të drogës, të paktën të brendshme. Edhe këto grupet kriminale që ne po i shikojmë që po dënohen, nuk kanë kur kapacitet të tillë, që skandal në investime të tilla, nuk. Shiko, çopjat edhe çelat e Elvize Ardian Çela, dy vëllezër të cilët ishin Paraguaj, kanë bërë transporte të frikshme, madje sasia e vlerës sasia e tyre njerëz 400 ca milion euro është vetëm sasia që është kapur, që është për llogaritur vlera në treg, dhe ai fliste për miliona euro që donte t'i groposte në rrënjulliri, domethënë kanë kapacitet, por kanë pasur mundësi ta injektojnë flas në investim. Ne po flasim për miliarda. Po. Tani këto vlerat 400 milion euro gjithnjë janë çik të paqarta, sepse i referohen kur shitet në sasi të pakët. Po në fakt kur pakis me copa ajo pretendohet se është ku diun shumë herë, nuk jam shumë i qartë sa blendet ta ndeje, sa shitet sepse nuk e njoh edhe s'kam lidhje me të, por ato ti referojmë rastit të personave që përmendë nuk rezulton që të jenë sekuestruar pasuri të larta këtyre personave. Ose si janë gjetur, ose s'kan pasur vërtet. Kuptoni diçka që do njerë bëhet edhe buj shumë e madhe, por e marr persona që përdoret edhe për qëllime të caktuara. Me këtë jam dakord, sepse në Shqipëria do të flasim për diçka grupe, 2 milion, 3 milion banor janë, sa janë? 2 milion janë grupe kriminale. Shumë grupe kriminale. Ne kemi pa grupet kriminale i referohen çdo familje fshati që shet drogë, kushërinë të parë bëhen grupe strukturuar kriminal. Edhe dënohen, po. Ne të tre, jemi grupi strukturuar, plotësojmë numrin. E plotësojmë numrin, ne. Unë e marr ti, më fal, me vinin e shpërndan dhe çfarë bën grupi strukturuar. Dhe kështu pastaj krijohen ato akuza. Po kanë gjëra të tilla, më kupton, pavarësisht nga qëndrimit të gjykatave, sepse donjëherë nuk kanë fuqi që të godasin aty ku duhet të godasin, më kupton? Dhe bën statistikat, po ti shiko statistikat me grupet të kriminale, i ke absolute. Shpejtësi, cilësi, rezultat. 16 tha Dumani kemi identifikuar vitin e kaluar, ndërsa 10 janë provuar dhe në gjykat që janë grupe aktive, domethënë që grupe aktive kriminale. Po mirë, ato këto 6 tjera tani janë në hetim i bie. Do të jenë në hetim, do të jenë pjesë e procesit sepse nuk është e lehtë që ti provosh, më kupton? E qartë. Diskutojmë për edhe kaq janë goxha, sepse këto statistika nuk i kanë në vende të zhvilluara. Itali, kupton se kemi serioz është. 16 grupe kriminale nuk dënohen, po në një viti, po sa ka patur, sa do ketë, numri shumë i lartë. Problemi është po politikan të korruptuar, sa keti që janë kapur, që pa arrestohen, që po dënohen. Sa informacionet vinë në, po thuaj se s'po them për ditë, po periodikisht shpesh për abuzime të ndryshme për që. Ne qartë. Faleminderit Bego, pyetja e fundit, Karanja, po në raport me këtë. A do mundet pak që të parandaloj pastrimin e parave në Shqipëri, nëse bëhet pastrim i mirëfillt i parave këtu, referuar kërkesës së partnerëve tanë amerikanë dhe takimit fundit të Dumanit në Amerikë. Tani, siç jemi ndeni, kemi folur dhe kemi diskutuar dhe më parë, presidenti Trump i Shtetit Bashkuar të Amerikës, kartelet e drogës dhe fondacioni Soros, po të kemi parasysh, i ka futur tek veprimtari e tyre e ka quajtur si veprimtari terroriste. Ligji Rico, më duket. Ligji Rico. Po, edhe kartelet e drogës i thanë. Tani lidhe me të ardhur që vijnë nga trafiku i drogës. Dhe këtu është një prioritet. Dhe ata kanë ardhur konkretisht dhe me prova, se të kemi parasysh çdo gjë duhet të jetë me prova. Ka dyshime të bazuara në prova se disa subjekte shqiptare ushtrojnë aktivitet në fushën e trafikut të lëndëve narkotike të kokainës dhe kanë investuar në Shqipëri. Personat që janë marrë me këtë aktivitet, normal do procedohen. Tani, sa është efektiviteti? Duhet kemi parasysh, siç e tha dhe Bledi më parë, duhet një analizë tek çështja duhet jemi shumë të ndjeshëm, sepse e parë vijnë parat nga droga, nga korrupsioni, që duhet ndarje.
Do të thënë droga dhe korrupsioni që të dyja. Si e mendon ti Karanxha? Nga ku peshon më shumë? Janë para korrupsioni apo droge këto? Unë mendoj më shumë anon nga korrupsioni. Korrupsioni thua? Po korrupsioni referuar raportit KLSH-s. Pra, unë i referohem raportit KLSH-s. Edhe vetë Dumani tha që korrupsioni është në rritje dhe mendoj që këta që bëjnë parë, për çfarë bëjnë? Po i marrin të shtëpia, i bëjnë parë që ti investojnë. Dhe mendoj që pjesa më e madhe, prandaj të them do jetë pak e vështirë për drogën, se droga është e dyta, e para është korrupsioni, e dyta është droga. Duhet kemi parasysh dhe diçka tjetër në hetimin e këtyre veprave. Ne vim nga një ekonomi informale. Shumë shqiptarë edhe në Greqi kanë qenë me emër tjetër, sepse nuk i pranonin punë, edhe në Itali. Dhe letrat i kanë marrë kohët e fundit. Pra janë bërë me dokumenta të rregullta në BE, janë bërë kohët e fundit, dhe kanë qenë dhe nuk e kanë të pamundur objektivisht, për shembull me një emër tjetër që ka qenë në Greqi. Për shembull Jorgo, ai ka pas Jorgo, si Jorgo ti ka emrin Bedri për shembull. Është shef që dhe nuk provohet, por duhet jemi kujdes me njerëzit që çfarë vjen nga droga dhe çfarë vjen nga remitancat. Pandoj nga Banka e Shqipërisë, remitancat janë mbi 1 miliard euro në vit, paratë e emigrantëve, më fal vit. Po 900 milionë deri 1 miliard janë çdo vit. Dhe humbja e besimit të shtetasve tek bankat shqiptare, të cilat një pjesë janë bërë pjesë e krimit. Për pastrimin e Bankën e Shqipërisë. Po pra, thosh ti që janë të falishme, ai që 1 miliard vjen me aeroplanin, si nënas vetë jep një taro. S'mund thosh që këto vijnë nga ne nuk i provojmë dot, sepse si rregull kur bëhet një lëvizje financiare, duhet të dokumentohet, marret ajo përqindja nga tatimet. Tani ata lëvizin në zezë, nuk kanë besim te bankat, nuk kanë besim te Shqipëria, dhe por nuk mund të themi që janë para drogës ose të korrupsionit. Ke njerëz që kanë punuar, i kanë mbledh lekët, i ruajnë, sepse shqiptarët po të kesh parasysh edhe që domethënë ne vim nga kemi qenë të varfër në vitin 1990. I fusin të Sunduk, të Sepeti, siç e thonë në Tiranë, pra i marrin njerëzit kursen. Kursen dhe edhe domethënë kanë kohë që blejnë bukë në market hajnë dreka të shtëpi darka, domethënë kanë shtëpitë veta. Dhe nuk mund të themi një njeri që kursen që ka cëdu nga jeta e tij, nuk shkon nëpër pube, s'bën jetë qefi, tash të themi nuk e provon dot të ja sekuestrojmë. Prandaj edhe kur bëhet një investim, duhen pa burimet e financimit me shumë kujdes, sepse pjesa më e madhe në dinin time që janë bërë investimet janë financim nga banka. Pra ka banka, ka dhe investitorë që janë blerësit në rastin konkret duhet verifikohen. Mendoj që ajo që është e palishme, sepse ne kemi raportin e ndërkombëtar që shiko ke probleme, do dali pronari fundor. Dhe shitja që bëhet, ai që merr lekën në fund nga shitjet, ai është personi përfitues, duhet verifikohet. Pra ta lëm një pallat bëhet, të mbaroj dhe ta kapim në fund. Sepse ai pallat s'merret në krah, ta morësh nga Tirana ta çosh në Shkup. Domethënë ti e ke aty, mund ta verifikosh mirë, ke tabelën financiare dhe shifet kush janë persona që do bëjnë shitjen, sepse ky është pastrimi i parave. Unë investoj këtu që ti marr të pasta nesër nga shitjet, sepse është një proces shumë i gjatë. Nuk është vetëm në momentin e nisjes së pallatit, por është edhe pika, duhet pa pika fundore. Po bë kontrolli mirë pikën fundore, ne mund t'i kapim. Pra është një kontrolli shitjeve të apartamentit dhe pse jo dhe të konfiskohet. Ne e marrim një... Këtu duhet dilja se kam një pikë shumë të rëndësishme. Në rast se kemi rastin e vëllezërve Çopja. Njëri prej tyre nuk është arrestuar dhe ndodh që mund të ketë ndërtuar, po marr shembull, po presupozojmë që njëri prej tyre ka ndërtuar një kull në Tiranë, janë bërë shitjet. Tani, a mundet sepse deri pa një vendim të formës prerë që nuk konfiskohet dot apo jo? Po sekuestrohet. Sekuestrohet, po tani çfarë vlerë kemi tek sekuestrimi? Me sekuestro ka një diçka. Pra sendi i sekuestruar nuk ke tagrin e tjetërsimit, pra t'ja kalosh personave tretë. Pra ai është i ngurtësuar. Po. Dhe domethënë i ngjitet administrohet nga agjencia. Administrohet nga agjencia, pallati i mbaron, por lëvizjet financiare, shitjet janë të bllokuara dhe janë të kontrolluara. Na ngel bosh. Po këtu pra është e keqja që na ngel ngrehin aty na. Koha e kapjes. Se kap dot atë, do ti mund të do 20 vjet kapësh një nga ata investitorët, ti japësh vendim në formë sprerë. Sepse gjatë kohës ti do marrësh vendim për këtë sekuestër. Në rast se ajo vërtetohet që buron nga krimi, atëherë kalon konfiskohet dhe bëhet shitja sipas shemave të tregut dhe lekët i kalojnë shtetit. Ose përdoren ambientet për qëllime të shtetit. Mund ta bëj gjatë kohës sekuestrimit, ha? Pas sekuestros. Shiko, këto ka një periudhë të shkurtër, maksimalisht brenda 2 vjetë do të marrësh një vendim. Ja sekuestrove të ketë nga bash pasurinë e bllokuar aty sipas shefit siç kanë këto. Atëherë del në konkluzion që kjo pasuri nuk është me burime të likshme, është me burime të krimit. Në këto kushte çfarë do të ligji?
Sekuestrim, konfiskim. E konfiskon. Jo, s'ka vendim formës prerë. E konfiskon gjykata me kërkesë organit përgjithësisë prokurorisë. Mund ta bëj këtë? E kam bërë. E ka bërë? Kemi sekuestruar pallate, 2 pallate kam konfiskim se kam të konfiskimi këta marrë. Koncepti është ky. Pra, momentin e parë ti e sekuestron kur dyshon që bëhet nga krimi. Gjatë kohës që jeton e bën hetim pasuror ose e din për duke verës penale. Dhe shikon që kjo pasuri të del në konkluzion nuk justifikohet me të arro aty këtë personit dhe është burim aktivitet kriminal. Ke prova tjera s'kam. Në këto kushte që është burimi sekuestrohet. I konfiskohet. I konfiskohet? Okay. Gjatë kohës që është sekuestro dhe administrohet rruhet sipas llojit në rast. Ka agjenci administrimit. Është një biznes, për shembull, biznesin e administron shteti, gjeneron të ardhur administratorë të tjerë. Pretendohet kështu. Jo, ka ndodhur vërtet disa herë kështu. Jo, ka ndodhur, domethënë i administron shteti këto, por duhet parë i administron vërtet shteti apo jo, se na fut temë diskutim. Ajo duhet parë që kjo është diçka pozitive. Që rregullohet pastaj. Për vërtetës kjo është pozitive. Edhe prandaj dhe ne themi që kemi thënë dhe stërthënë. Krimet më të rënda që ta ketë spaku si tabela aty kur nisim punën mëngjes, janë korrupsioni dhe krimet ndaj që merret vidhet pasuria e taksave të shqiptarëve. E dyta është droga, kjo është e dyta, nëse ka që vijnë nga droga.